Drenaci ishte njëra ndër komunat që u përballë më së shumti me vërshimet e fundit në Kosovë. Intensiteti i lartë i ujit e të rreshurat e mëdha atmosferike ndikuan që në këtë komunë të ketë dëme ekonomike, familjare, bujqësore, biznesore e infrastrukturore. Drejtori i shërbimeve publike të Drenasit, Nexhmedin Gruda, ka thënë se rreshjet kanë qenë të intensitetit të lartë, por kanë intervenuar menjëherë. Komunën e Drenasit, që është nga 6 janari, ka filluar rreshjet, të cilat rreshjet ishin të një intensitetit të lartë dhe menjëherë ka filluar do të thotë vërshimet. Të gjitha ekipet komunale janë dalën në teren duke përfshirë njësitin e zjarr fikse, të cilat në fillim e kemi bërë vetëm monitorimin e situatës. Kur pom që vendin më kritik në atë pjesë e kishim qendrën transformatike që kemi në qendrën të Drenasit, atëherë na kemi intervenuar në bashkëpunim me AME-n dhe me Keskon, kemi filluar për herë vendosjen e pompave që të largojmë domethënë ujë nga ajo pjesë dhe të mos rrezikohen stabilimentet dhe të kemi rrymë në vazhdimsi. Gruda shton se pas stabilizimit të qytetarëve me ujë e me rrymë, kanë vazhduar intervenimet në të gjitha fshatrat. Pastaj ka filluar në të gjitha fshatrat për rreth Drenasit duke përfshirë Poklekun e ri, Çikatovën e re, Shtrubullovën, Komoranin, Korroticën e poshtme dhe qendrën e Drenasit kuptohet, ku kemi pasur edhe Trstanikun, ku kemi pasur domethënë vërshimet të një intensitetit më të lartë. Për të kaluar pastaj në pjesën e Dobroshesit, ku gjendemi këtu edhe tek rruga që të shpihet tek familja Ademi, ku ka bën një dam, siç po shihet mbrapa me këtu, fuqia ujit e ka larguar edhe asfaltin, të cilin na brenda disa ditë, mund të themi brenda 3 deri 4 ditë derisa është qetësui, kemi filluar për si Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe kemi bërë përmirësimin e kësaj rrugës ku gjatë nuk ka kthyer normalitet dhe qytetarët tash mund të lëvizin lehtë. Po me stabilizimin e gjendjes me ujë, na për një herë si Drejtoria e Shërbimeve Publike kemi pasur kontratën aktive për shërbime të emergjencave dhe kemi aktivizu këtë kontratë dhe kemi filluar dikun deri me tani, kemi arritur që të bëjmë rehabilitimin e tril shesave tek urat, ndërsa edhe dikun rreth 10 rrugëve të cilat në përfshatrat, në të gjitha fshatrat të cilat janë dëmtuar nga rreshtet atmosferike. Siç thot ai, megjithse nuk ka pasur ankesa, qytetarët nuk ju kanë përmbajtur urdhrave që ekipet në teren kanë dhënë. Madje disa prej tyre e kaluan edhe shiritin. Dhe në rrugët të cilat kanë qenë të pakalueshme për momentin kemi vendosur shirita sigurues. Ankesat e qytetarëve nuk më themi që ka pas ankesat qytetarëve mirë, po nuk ju kanë përmbajtur gjithherë urdhëresave që ne i kemi jap, qoftë edhe inspektoratet, qoftë edhe policia, qoftë edhe zjarr fikset. Ka pas raste kur e ka kaluar shiritin dhe ka hyrë dhe ka ngecur në ujë. Pastaj është dashur namaz andaj prapë me anën e zjarr fikset të shkojmë edhe të largojmë prej vendit. Ankesa nuk kemi pasur se për faktin se situata u shet dhe niveli ujit ishte i lartë në rrugë. Sa i përket masave të reja të parandalimit, Gruda ka thënë se është bërë vlerësimi dhe listimi i të gjitha problemeve, të cilat do të përcillen në ministri. Po, komuna zyrtarët e komunës së Drenasit që javën e kaluar kanë bën vlerësimin e të gjitha proskave dhe segmentet të lumenjeve, të cilat kanë mbetur mbeturina dhe është mbushur me anën e RRS ose me anën e mbetjeve nga vërshimet. Ato i kemi listuar, edhe i kemi përcjell për ministri që të bëhet pastrimi i tyre, pasi që komuna Drenasit nuk ka ndonjë fond emergjent dhe nuk mund të filloj me njëherë pastrimin e tyre. Kërkesat e qytetarëve për vlerësim të dëmeve nga vërshimet nuk kanë qenë të pakta, por fondi i emergjencave i mungon kësaj komune. Këtë përgjegjësi e kanë hedhur tek qeveria e Kosovës. Komuna e Drenasit është interesuar që me njëherë ka bërë thirrje qytetarëve që të vinë të bëjnë kërkesat e tyre për vlerësimin e dëmeve. I kemi krijuar 4 ekipe, 3 ekipe domethënë për vlerësimin e dëmeve, njëri prej tyre për ekonomi familjare, një ekip tjetër është marrë me dëmet nga bujqësia dhe një ekip tjetër është marrë me dëmet të cilat vinë nga bizneset. Ndërsa është themeluar edhe ekipi tjetër për vlerësimin e dëmeve infrastrukturore. Të gjitha këto ekipe kanë dalur në veprim ku deri në mbyllje të afatit kemi marrë ndikun 249 kërkesa për vlerësim të dëmeve,
në total, të cilat pas të ndaj kemi klasifikuar në bazë të përmbajtjes ose kërkesave së tyre. Për momentin, të gjitha këto ekipe kanë raportuar se kanë bërë identifikimin e të gjitha domeve duke i listuar llojet e domeve dhe janë në përpellim të raportit. Besoj që brenda 2 ditëve do të jetë edhe raporti i gatshëm, të cilin do ta përcjellim për Qeverinë e Kosovës ose do ta përcjellim për Komisionin Qendror në kuadër të Qeverisë së Kosovës për kompenzim të këtyre domeve nga qeveria, pasi që Komuna Drenosa nuk mund të bëjë kompenzimin për mungesë të fundit për emergjenca. Sipas drejtorit të shërbimeve publike, tash situata është e qetë, përveç një ure që të dërgon në Krajkov, e cila pritet të sanohet brenda pak ditësh.